Tre të rinj humbën jetën në një aksident të ndodhur në aksin Lushnjë Kavaj në vendin e quajtur Degëzimi i Gosës. Viktimat janë tre të rinj, 22, 27 dhe 32 vjeç, dhe sipas policisë udhtonin gjatë natës me autoveturën e markës Volkswagen Golf me targa AA 958 HY për në aeroportin e Rinasit. Për arsye ende të panjohura, mjeti ka ngecur mbrapa si duket për të parkuar në pikën e karburantit Marsoka, i cili ndodhet në krahun e djathtë të rrugës ku ka ndodhur ngjarja. Për shkak të errësirës, mungesës së parmakëve mbrojtës të urës mbi kanalin në krahun e majtë të saj, mjeti ka dalë nga rruga pas fërkimit në pjesën e poshtme ku janë të freskëta dëmtimet e evidentuara. Mëtej është përmbysur duke rënë në kanalin e mbushur me ujë. Nga rënja është thyer xhami i pasëm i autoveturës, e cila ka rënë në pozicionin përmbysur me rrotat lart. Si rezultat i ujit dhe xhamave të mbyllur, drejtuesi i mjetit dhe pasagerët nuk kanë mundur të dalin nga ajo duke gjetur vdekjen. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 1 të mëngjesit, por pas 7 orësh automjeti u dallua i përmbysur në ujë dhe u nxor prej andej bashkë me 3 viktimat. Sipas policisë, 2 të rinj vëllai motor nga Patosi po shkonin në Rinas me një mikun e tyre nga një fshat i Lushnjës.